U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me rrjedhën e emisionit. Kësaj radhe kemi të ftuarit tan ku do të flasim për klubin e karatesë Dibra. Domethënë ne kemi të ftuar sot nga qyteti i Dibrës, së bashku me Durim Paçukën dhe dy karatistet e vajza dy të reja. Ju falimderit që jeni pjesë e emisionit, që keni marrë gjithat rrugë që të jeni në emisionin ton të mëngjesit. Ju falemderit edhe ju për ftesën, ju falemderojmë që gjeni kohë për hapësirë për sportin e karates dhe sportin në përgjithësi dhe shpresojmë që dirë tona do t'jenë të hapura në televizionin tuaj. Edhe për neve është nder i madh përderisa ju merreni gjithat rrugë që t'jeni pjesë e emisionit ton. Atëherë keni pasur një vit mjaft me suksese, të ngjeshur të themi, por ja keni arritur qëllimit që jeni shpallur vajzat kampione. Çfarë do të thotë kjo për juve dhe për klubin e juaj? Në fakt është një sakrificë shumë e madhe për ne, jemi duke punuar vazhdimisht vite me radhë dhe sot kemi arritur në një pozitë shumë të lakmueshme nga të gjithë klubet dhe kemi shumë garues të cilët janë pjesë të përfaqësueses të Maqedonisë dhe prezantojnë Dibrën, qytetin ton të bukur dhe sportin e karates në arenat kombëtare dhe ndërkombëtare. Mund të na thoni se cilët janë çmimet që keni fituar këtë vit? Çmimet në vitin 2024 janë të shumta, por mund të veçoja rezultatin ndoshta edhe më të madh në sportin dibran, i cili ishte nga një ndër sportistët më të mira të karates në nivel të Republikës të Maqedonisë, e cila është Sara Duka. Këtë vit morën pjesë në kampionatin europian dhe u plasua në vendin e 5, kishte ndeshje për vendin e 3, por për fat të keq nuk mundëm që të arrim në pjedestal, por rezultat shumë i lakmueshëm ishte vendi i 5 në kampionatin europian në Poloni, në Bielsko-Bjala, dhe pas saj kishim kampionatin ballkanik për seniore, domethënë që është konkurenca dhe niveli më i lartë i sportit të karates në kategorinë e seniorëve, ku Sara Duka për herë të parë Dibrës i solli medaljen e bronzë ballkanike. Dhe kjo është shumë, domethënë se edhe për vendin, po ne bëhemi krenar, edhe pse jemi ju të Dibrës, ne të Shkupit, po jemi me një shtet, Maqedoni, dhe ne ndjehemi krenar për çdo arritje të çdo qytetit. Po. Domethënë sukseset janë të vazhdueshme nga i gjithë grupi i garuesve. Kemi një klub shumë të konsoliduar, punohet me faza përgatitore dhe në bazë të plan programit të Federatës të Karates të Maqedonisë, ne edhe bëjmë planin e realizimit për vitin paraprak. Paraprak. Të kthehemi pak tek vajzat. Të shohim se prej çfarë moshe keni filluar të mireni ju me këtë sport? Ne filluam prej moshës 10 vjeç. Ju shtiu ndikush apo kishi vetë dëshirë që të mireni me karate? Kishim dëshirë vetë nga shoqënia. Nga shoqëria. Si ishte hera e parë kur shkove ti në klubin e karates? Shkove vetë apo në shoqërinë e prindërit? Jo, shkova me shoqëri, po. Dhe të pëlqeu? Po. Kur filloi ajo, ke menduar ndonjëherë që të thush, jo, po nuk do të vazhdoj se nuk më pëlqen? Apo nga dita e parë ke pasur atë dëshirën që të merresh me këtë sport? Nga dita e parë më pëlqeu dhe dëshiroja që ta vazhdoj më tutje dhe të shikoj që ku të arri. Domethënë nga mosha 10 vjeçare që miresh me këtë sport. Të kthehemi pak tek vajzat tjetër nëse nuk gaboj Buna ashtu. Na thuaj Buna, ti të çfarë moshe je kyçur në këtë sport? E kam filluar në një moshë me Blinën, kemi shkuar me 1 të 2. Dhe të ka pëlqyer nga dita e parë kur ke shkuar? Po. Të kthehemi te zotëri Durimi. Durimi, sa janë të dëgjueshme vajzat? Në fakt gjeneratat e reja tash janë më mendje hapur, kanë ambicie pak më të mëdha, por janë edhe pak më neglizhent për arsye se sot teknologjia ndikon shumë negativisht në zhvillimin dhe formimin e karakterit të fëmijëve. Por ne që si klub dhe si institucion i cili qëllimi kryesor toni nuk është që të arrijmë te rezultati. Qëllimi kryesor toni është që shoqërinë në të cilën jetojmë të japim kontribut dhe të zhvillojmë të rritë që të kenë një qasje shumë më të mirë në jetën e përditshme dhe më pas të kenë edhe në sport. Patjetër. Mund të na thoni se cilët janë moshat që të trajtohen në klubin tuaj? Në fakt sporti karates fillon nga moshat shumë të vogla.
dhe fillojnë nga mosha 6 vjeçare, 7 vjeçare, varësisht edhe nga kapaciteti i fëmijës. Dyert janë të hapura nga mosha 6 vjeçare dhe sa më herët që të fillon një fëmijë të merret me sport, aq më shumë do me thënë përgatitet dhe avancohet në të gjithë procesin e zhvillimit të një fëmije. Fillimisht tek moshat e reja më shumë ka stërvitje të natyrës, të lojrave, të ushtrimeve të ndryshme dhe më pas kemi edhe zhvillimin e sportit të karates me faza. Na shpjegoni pak ato faza si janë, si rjedhin? Hierarkia, do me thanë, në sportin e karates ndahet me shirita. Dhe ngjyra e shiritit tregon se në cilën fazë përgatitore është fëmija. Kështu që i kemi disa lloj shiritash dhe se cili fëmijë nështrohet provimi dhe çdo fund vit këtë ne është edhe në formë feste, bëhet si një formë provimi dhe fëmijët i nështrohen provimi për katës dhe sigurisht që e kalojnë provimin me sukses. Sa shirita i kemi? Shiritat i kemi fillojmë do me thënë nga i bardhi, i verdhi, i gjelbërti, portokalja, i kaltri, e kafe dhe i ziu. I ziu, do me thënë kur t'jemi të i ziu jemi kështu... Mjeshtëri karatesa. Mjeshtëri karatesa. Çfarë stili të karates praktikon ky klub? Cilët janë ato metoda të themi? Klubi karates Dibra praktikon stilin Shotokan, që është me qendër në Tokyo, dhe zhvillojnë programin e karates Shotokan. Këta janë, do me thënë, programi Shotokan është për bazat fillestare të sportit e karates dhe më pas ne jemi pjesë e federatës të Maqedonisë të karates, federatës ballkanike, europiane dhe federatës botërore. Do me thënë, të gjithë qëllimet tona dhe koncepti i punës tonë bëhet që ne një ditë të arrijmë në medalje europiane dhe botërore. Botërore, pikërisht. Mund të na thoni se sa herë në javë mbahen stërvitjet? Stërvitjet mbahen 3 herë në javë me të gjithë grupet dhe me grupet e garuesve mbahen nga 2 herë në ditë, 5 ditë në javë. 5 ditë në javë, dhe me thënë mundohemi që në mënyrë sa më profesionale të jemi më afër sportit dhe duke qenë ashtu do të mund të arrijmë në rezultatet të cilat i kemi edhe pikësinim. Pikësynimi. Të kthehemi përsëri tek vajzat. Mund të na thoni se çfarë ju pëlqen më shumë në këtë sport? Filloj me Blinën kësaj radhe prapë. Në këtë sport më pëlqen nga që kur shëtit në për vende të ndryshme, sheh kultura të ndryshme, si edhe njerëz të ndryshëm, ku shoqërohesh me shumë lloje të njerëzive. Dhe gjithashtu mëson edhe gjuhët e reja. Gjuhët e reja, ndonjë stil të karates ndoshta më ndryshe, pak mësoni nga ato. Cila është arritja jote më e madhe? Mund të them arritja më e madhe ishte mbas kampionatit shtetëror, ku shpalla kampionate shtetërore, ku pastaj u mbajt për vendin e parë botërori në Itali. Ajo ishte një nga arritjet e mia më të mëdha, pasi që arrita të shkoj deri në botëror. Ku është të ardhur Blina? Veten. Vazhdon ta shohësh si një karateiste? Po, besoj që po. Kthehemi tek Buna. Cili është suksesi juaj më i madh të themi në këtë sport? Mendoj që në kampionatin ballkanik, ku ndola e 7-ta në rang listë, dhe ballkaniku që u mbajt vitin e kaluar. Do me thënë, i e renditur e 7-ta, do me thënë kjo si do që tjetë është një sukses, edhe pse nuk e qenë në vendet si shkojnë atë të parin, dytin, tretin, po si do që tjetë është... Pse të pëlqen ky sport më shumë? Më pëlqen se ka disiplina dhe më pëlqen që kur shëtisim mësojmë kultura të reja, mësojmë gjuhë shoqëri, në shoqëri. A mund të na thoni sa është i rreth trejneri me juve? E dëgjoni, janë të dëgjueshme apo? Le të tregojmë vetë. Jam duke i pyet po të shohin ty. Me sa duket mendojnë që janë në ushtrime në stërvitje dhe nuk guxojnë të flasin. Në fakt, sporti karates është një disiplinë e cila më shumë asocion në vetë kontrol dhe në përpjekje më të mëdha për të ngritur nivelin nga ai që ketë çdo herë në një nivel tjetër më të lartë. Cilat janë ato rregullat të themi? Po rregullat kryesore janë disiplina. Pa disiplinë nuk mund të kemi sukses. Edhe në çdo sport, në të gjitha sportet të cilat zhvillohen nëpër botë, disiplina është rregulli kryesor. Përkushtimi është rregulli i dytë. Mbështetja familjare është rregulli i tretë.
Mbështetja e trenerit dhe kështu me radhë, shoqërisë e të gjithë institucioneve përkatëse pa të cilat ne nuk do të mund të arrijmë rezultatet dhe sukseset të cilat i kemi. I keni pikërisht. Ju e cekët merë që keni marrë pjesë në gara të ndryshme, sa është e përkushtuar të themi dhe klubi juaj që të organizon gara të tilla? Ne marrim pjesë në për të gjitha kampionatet dhe turnet të cilat organizohen. Për fat të mirë, kemi rezultate shumë të lakmueshme. Kemi kampion Ballkani, kemi nën kampion Ballkani, kampion shtetënor, shumë të shumta janë ata rezultate dhe në për turnet të ndryshme jemi kampion absolut. Shumë shpesh, do me thanë, vim në dilemën se si do të mund që ne të paraqitemi dhe të marrim pjesë në për këta gara prestigjioze, pasi që federata dhe shteti nuk na financon kur marrim pjesë edhe në gara ndërkombëtare. Të gjitha i paguajmë me vetë financim ose me sponsorët të cilat na kanë dhënë një ndihmë shumë të madhe. Domethënë nuk keni përkrahje institucionale nga vendi? Përkrahje institucionale është tepër e vogël, thuaj se inekzistente. Kështu që në çdo garë që ne udhtojmë jashtë shtetit, përfaqësojmë shtetin dhe paguajmë vetë. Cili do të ishte mesazhi juaj për institucionet e vendit për të ju përkrahur në këtë drejtim? Do me thanë, do duhet të bëhen ndryshime në ligj, do duhet të bëhen ndryshime shumë më të mëdha që ne sportistët të mos jemi të preokupuar me anën financiare se si ne duhet të sigurojmë mjete për të marrë pjesë në një garë ndërkombëtare ose në garë regionale. Ne do duhet të përkushtohemi dhe të angazhohemi vetëm në aktivitetin sportiv, që të ngrim nivelin tonë në nivel të sportit, që të jemi kompetitiv në arena ndërkombëtare. Mos kemi probleme dhe të reflektojmë, për shembull, problematika financiare të reflekton edhe ke sportistët. Kjo është një gjë mase e nevojshme për ne dhe besoj se në të ardhmen do të mund të ndryshojnë këto sisteme. Këto sisteme ligjet. Por si klub, sa keni përkrahje të themi edhe nga qoftë edhe nga komuna? Si klub në nivel lokal kemi pasur përkrahje shumë të madhe nga komuna, pasi që me të vërtet kryetari i cili ka qenë deri tash, zotëria Kuran Duka, të cilin gjej rastin edhe ta përshëndes, na ka ndihmuar shumë me mjete financiare, me hapësirat sportive, me të gjithë angazhimin e tij në raport me klubin e Karates Dibra dhe na ka përkrahu maksimalisht. Mos kishim, do me thënë, ndihmën e kryetarit të komunës i cili ishte, ne ndoshta edhe nuk do të ishim në shumë kampionate pjesëmarrës. Mund të na thoni se sa antar ka klubi juaj? Momentalisht në qoftë se i numërojmë të gjithë antarët, jemi diku tek 50 antarë. Nga mosha më e vogël deri te karatistët të cilët janë më profesionistë. Sa është interesimi të themi i fëmijëve për të fitur në këtë sport? Interesimi është shumë i madh për arsye se sporti i karates është edhe pak sport individual dhe secili fëmijë e gjen veten në atë sport. Për arsye se në sportet kolektive do duhet të bëhet loja në grup dhe ka momente kur shokët ose sportistët e mënjanojnë një lloj fëmije. Por sporti i karates është sport i cili të jep mundësi që ti të shfaqësh atë talentin tënd, sepse është sport individual dhe secili ka të bëjë me ngritjen e vet të nivelit të sportistit. Vazhdojnë interesimit që të regjistrohen? Pranoni ende të rinë në klubin tuaj? Gjatë gjithë kohës kemi interesim për regjistrim në klub, për gjeneratat e reja të cilët vinë, e shohin, e provojnë, ndoshta dikush edhe nuk regjistrohet, dikush është një grumbull shumë i madh i fëmijëve në Dibër të cilët vetëm se e kanë provuar sportin e karates dhe të gjithë kanë kaluar në për sportin e karates dhe shpresoj që edhe në të ardhmen gjenerata të tjera do të mundin që ta vazhdojnë këtë traditë e cila më është ndër vite. E ashtu. Mund të na thoni se si klubi karates ju gjithmonë duhet edhe bashkëpunimi mes fëmijëve, por edhe mes prindërve. Sa të them është funksional ky trekëndësh? Në fakt prindët janë shumë të përkushtuar për ndihmë dhe për mbështetjen e fëmijëve të tyre në sportin e karates. Gjatë gjithë kohës jemi në kontakt me prindët, jenë duke i ndjekur fëmijët e vet, duke i përcjellur në përgara si brenda dhe jashtë vendit. Do të thënë kur udhtojmë ne me grupin e klubit, ata vinë personalisht në për salla, në për ku i mbajmë evenimente sportive dhe i ndjekin fëmijët e vet edhe në për evenimente dhe u japin mbështetje edhe morale. Përveç asaj që financiarisht i financojnë fëmijët e tyre,
një gjë që funksionon në gjithë botën ashtu, në moshat e vogla sigurisht që financohen nga prindërt, dhe më pas kur arrinë në për të marrin pjesë në gara me kadet, junior, senior, atëherë kanë mbështetjen e shtetit. E shtetit. Të kthehemi tek vajzat përsëri. Cila teknika të themi ju pëlqen më së shumti në këtë sport? Ka shumë teknika të ndryshme, Po, e preferuara, cila është e joti? Mund të them atë që mund ta bëj më mirë, ose më të lehtë që e kam kizamen. Është dora parë. Unë me këto termat e juaja nuk i kuptoj, po si do qoftë, do mundohem është një lloj goditje të cilën e kemi, si klub e kemi më speciale pa, dhe praktikojmë dhe ushtrojmë më shumë. është një goditje me dorën e parë, do me thanë direkt në kokën lartë, quhet në gjuhën japoneze, quhet kizamezuki. Kizamezuki, okej. Për ty, Buna? Mendoj që uramabashi. Dhe kjo i bie? Më duhet përkthyes në këtë drejtim. Kjo i bie është një goditje e cila praktikohet kur kundërshtari na sulmon, ne presim dhe japim kundërgoditje me këmbën, të themi të majtën në kokën lartë. Në kokën lartë. Atëherë si të ndihmon karateja në jetën tënde të përditshme? Cila do me Blinën fillojmë? Njëherë Blina, njëherë Buna. Dikon në shumë aspekte të ndryshme, por më së shumti në disiplinën e njeriut. Për ty, Buna? Dhe unë mendoj që dikon më shumë në disiplinën. Sa e keni të vështirë ta menaxhoni edhe shkollën, edhe stërvitjet, edhe këto gjërat? A e keni të vështirë? Që të jeni nxënëse të shkëlqyeshme edhe në shkollë, por edhe në klubin ku ju ushtroni? Po, është më së shumti e vështirë në fillim të gjithë vetorit të shkollës dhe në fund, kur mbërlidhen notat dhe ka më shumë mësime për të mësuar, por i menaxhojmë. Kur keni gara të tilla, ju marrin parasysh mësuesit? Ju lirojnë pak, kanë konsiderat ndaj jush? Jo çdo herë. Jo çdo herë, a? Do me thënë ndonjëherë duhet që t'i bëni, t'i përmisoni notat, t'i merrni notat të gjitha 5 mandej të vazhdoni me karaten. Të flasim pak edhe më tej për klubin juaj, që sa vite funksionon ky klub? Klubi i karates Dibra relativisht është klubi i ri, por rezultatet janë shumë të mëdha. Klubi i karates Dibra është hapur në vitin 2022. Do me thanë, fillimet i filloi në vitin 2021 si iniciativë, po u regjistrua i gjithi në vitin 2022. Dhe gati 3 vjet, viti 4 është që ne funksionojmë me çdo rrethana si të gjithë klubet e tjera. Cilat janë mjetet të themi që i nevojitet klubit? A jeni të gjithë të pajisur me mjete, me gjëra të tilla? Do me thanë, sportistët i kanë mjetet vetanake. Të gjithë ata të cilët bëhen pjesë e garave dhe duhet që të pajisen me pajisje sportive vetë, do me thamë personalisht. Klubi ka siguruar mjetet të cilat nevojiten për stërvitje, rekuizita dhe mjetet të cilat nevojiten për stërvitje. Por momentalisht kemi një projekt shumë të mirë, i cili projekt do duhet të realizohet në vitet në vijim. Kemi në plan që të ndërtojmë një sallë sportive, e cila është multifunksionale për sportet luftarake dhe për sportet të tjera të cilat do të mund të zhvillohen në atë sallë sportive. Është një ambient i cili do të jetë profesional me tatami, me dishekët të cilët ne i përdorim, që do t'i kemi të shtruara ati. Kemi shumë premtime nga kandidatët për kryetar komune të cilët janë dhe kemi pasur mbështetjen nga të gjithë në mënyrë të vazhdueshme. Pikërisht. Dhe na kanë premtuar që në të ardhme do të mund të realizojmë këtë projekt për një sallë sporti, e cila do të jetë në shërbimin e gjithë gjeneratave të reja dhe do të kenë infrastrukturë sportive, të cila do t'u jep mundësi që të mbrinen rezultate shumë të lakmueshme. Me çfarë sfidash përballet të themi klubi juaj dhe vështirësitë? Sfidat dhe vështirësitë normalisht që janë financiare. Sfidat të tjera besoj se jemi mirë të organizuar për mënyrën se si mbajrvajmë stërvitjet dhe nuk i kemi problemet të natyrave që nuk na hapen palestra sportive, nuk na dyert i kemi të hapura dhe çdo herë i kemi pas të hapura. Kemi pasur mbështetje maksimale nga të gjithë dibranët, nga të gjithë sponsorët, nga të gjithë qytetarët
nga të gjithë ata që na ndjekin dhe gjatë gjithë kohës na motivojnë për të arritur ne suksese të lakmueshme. Sfida më të shumta janë sfidat kur ne me të vërtet na duhen mjete materiale për të udhëtuar nëpër gara jashtë shtetit, sepse kushtojnë. Dhe kushtet financiare të gjithë prindëve nuk janë në nivel që ne do të mundet çdo herë të drejtohemi prindëve. Pavarësisht se prindi bën sakrificën maksimale për fëmijën e vet, por jemi munduar që me njerëz, me shokë, me të organizohemi dhe të gjejmë një mënyrë të financat të mos jem bash problemi kryesor. Por sido që të jetë, çdo gjë niset prej aty. Niset prej aty. Sa kohë duhet, apo të themi sa kohë duhet për të përgatitur për një garë të tillë? Qoftë me mjete financiare, po qoftë edhe për... Në fakt, sistemi është shumë i qartë dhe gjatë gjithë kohës ne duhet të jemi në rrjedhë. Në qoftë se ne nuk e mbajmë formën, nuk kemi se si të marrim pjesë në gara ndërkombëtare. Në qoftë se ne, do me thanë, gjatë gjithë kohës jemi pjesë e të gjithë turneve dhe garave të cilat zhvillohen në nivel regional, ne do të jemi të përgatitur që nesër të kemi edhe një vetbesim më të madh për të marrë pjesë në garat ndërkombëtare. Ndërkombëtare. Si bëhet përzgjedhja të themi e lojtarit që të merr pjesë në gara? Përzgjedhja në nivel të Republikës të Maqedonisë është me kampionatin shtetëror. Në kampionatin shtetëror ka kategori përkatëse. Për shembull janë me mosha të dame. 14, 15 vjet, 16 vjet, 17 vjet, edhe mbi 18 vjet. Në këto kategori ka djemë dhe vajza dhe ndahen në 2 disiplina. Ndahen në disiplinën e katave dhe kumiteve. Kata është teknikë me kundërshtar të imagjinuar, është demonstrimi i karates, ndërsa luftat janë, domethënë, lufta si kur i shihni në jetën reale. Në jetën reale. Domethënë kjo... Më pas, gjatë gjithë prezantimit, domethënë, të sportistëve të cilët bëhen në kampionatin shtetëror, paraqiten garuesit dhe kanë ndeshje. Në ndeshje 3 vendet e para në fund kanë ndeshje me njëri tjetrin dhe më i miri kualifikohet për të shkuar në kampionatin evropian ose botror. Standardi për në kampionatin ballkanik janë diku 4 vendet e para, kanë të drejtë pjesëmarrëse dhe kështu që në kampionatet ballkanike është numri pak më i madh i pjesëmarrësve, por është një motivim shumë i mirë për të rritë që ku shkojnë nëpër gara jashtë shtetit dhe shohin se edhe ata janë njëjtë si të gjithë sportistët e vendeve të tjera, nuk kanë diçka më të avancuar. Thjesht kanë ndoshta kushte më të mira dhe mund të jenë pak më punëtor. Më punëtor. Por vetbesimi që ne dita ditës shtohet dhe ku shohim se jemi, domethënë edhe ne si gjithë të tjerët, shpresojmë që në të ardhmen do të arrijmë rezultate shumë të mira. Por klubi juaj si e bën përzgjedhjen e lojtarit, të themi që duhet shkon në këtë garë, qoftë ato shtetërore, ju e cekët pak a shumë? Do me thanë, trajneri e ka rolin edhe të seleksionuesit. Sporti karatesh është edhe specifik. Trajneri duhet të jetë edhe një pedagog shumë i mirë dhe i përgatitur për arsye se në qoftë se një garues e marrish dhe çuish në një garë ku ai edhe nuk është i përgatitur për atë garë, efekti është kundër efekt në fakt. Ai humbon vetbesimin, do me thanë duhet që nga dal të merr pjesë në për turne më të ulta, të vazhdon në për turne më të mira, më të forta dhe se vjen të arritë nivelin, që të shef se ka ngritje në nivel dhe të vjen momenti se cilit që punon dhe ushtron, që një ditë do të jetë në të gjithë kampionatet, por sigurisht do duhet përpjekje më të mëdha dhe do duhet të punon sa më shumë. Më shumë interesimi është nga gjinia femërore të vinë në klubin tuaj apo nga ajo mashkullor, të them vajzat apo djemt? Në fakt është shumë specifike se viteve të fundit vajzat kanë interesim shumë më të madh se djemtë për sportin e karates. Pasi që djemtë zakonisht janë të orientuar tek futbolli, te basketbolli dhe sportet e tjera, ka edhe djemë të cilët domethënë marrin pjesë në sportin e karates dhe janë shumë të suksesshëm, por interesimi dita ditës, sidomos në klubin ton, është i vajzave. I vajzave. Të kthehemi prapë tek vajzat. A keni ndonjë idhull ose trajnerë ose ndonjë karateiste që ju pëlqen më së shumti juve? Një që kam ndjekur më së shumti deri tash ka qenë Angelika Triliuga. Është një kampione që ka shkuar në shumë gara të ndryshme dhe gjithashtu e shikoj
për të mësuar teknika të ndryshme nga ajo dhe për të shikuar se ku janë gabimet e mia për ta përmirësuar atë teknikë. Do të thënë e ndjek rregullisht. Është ukrainase. Ukrainase. Për juve, Buna? Po, edhe ma më pëlqen Angelika Tërliku. Do të thënë edhe ti e ndjek ata. Po. Sa jeni të themi ja u tërheq vërejtjen për gabimet që i bëjnë, apo të themi nuk duhet bëhet kjo kështu, pasi që ju jeni Vazhdimisht. Në qoftë se një sportist do duhet të ngrihet në nivelin e vet, normalisht duhet të mëson nga gabimet të cilat i ka bërë dhe mos i përsëritën. Mos i përsëritën për arsye se ajo e bën diferencën. Janë shumë momente delikate tek ne dhe janë me të qinjtat e sekundat që është diferenca e poeni dhe e mos realizimit të poenit. Kështu që vazhdimisht punohet në atë aspekt, ka ata procedura dhe fazat e veta të cilat ne i aplikojmë dhe besoj se me shumë punë duhet të arrim në një rezultat të mirë. Për juve vajza, cila ka qenë momenti më i vështirë, të themi? Momenti më i vështirë është gjatë garave, kur ke atë stresin para garave, a mund të kualifikohem, ose a mund të marrë vendin e parë, a mund që të shkoj deri në atë kampionat. Kjo mund të jetë një nga stresoheni në atje. Sa keni përkrajen, të themi, edhe të prindërve, të familjes, por edhe të trejnerit? Po, kemi. Keni përkrajen. Për ty, Buna, cili është ai momenti më i vështirë, të themi? Për mua është kampionati shtetëror, sepse Si përballoni edhe ato humbjet ju? Humbjet. Demoralizoheni ndonjëherë, ju vjen keq apo do ja dal herën tjetër? Humbjet ndonjëherë që të shtin që të provosh sa më së shumti, që ta shikosh se ku i ke gabimet për t'i përmirësuar në garën tjetër, që të mund që të kualifikohesh pastaj përsëri. Për ty, Buna? Edhe për mua është Lindi, më shtin mami që të punoj më shumë dhe herën tjetër që të kualifikohem. Kush ju përkra më shumë, mami apo babi? Të dy. Të dy? Ndonjëherë unë kam qef vajzat kur janë kështu të forta, kur janë më luftarake, do ja dal, do ja vëndueni të qëndroni të forta, të ja dimni, shpresoj që në të ardhmen do të keni suksese dhe nuk do t'ju ndalen asnjëherë. Si përkrahni, të themi, edhe lojtarët në momentin që ato kenë një humbje? Është shumë e rëndësishme që në moshët sa më të vogël ta kalojnë këtë pjesën e stresante që është të sportit. Dhe kur të vinë në moshën më të madhe, ku duhet me të vërtet të bëjnë rezultatet, sportistët të mos e kenë atë preokupimin e humbjes apo fitores, që të jenë më profesionist. Do të thonë, duhet sportin ta adresojmë dhe ta çojmë në një nivel ku ne duhet të jemi profesionist. Nëse i shikojmë, do të thonë, sportistët të nivelit më të lartë botëror, mund të marrim si shembull Cristiano Ronaldo ose Messi ose dikon. Ai nuk je në arenë që të mbushet me emocion. Ai je dhe jep më të mirën nga vetja dhe për atë arsye janë edhe sportistët më të mirë në botë. Kështu që shembuj të tillë ne duhet t'i marrim dhe t'i vendosim në versionin në sportin e karates. Jemi duke punuar në atë aspekt dhe dita ditës shohim që ka ngritje në këtë nivel. Sportistët që janë më të reja, domethënë si Buna, si Blina edhe një grup tjetër vetëm se kanë filluar të kalojnë atë fazë dhe tashmë kanë filluar që të kenë vetë besim në vete dhe normalisht që secili sportist kur humbet demoralizohet në atë moment, por ajo është një rikthim shumë më pozitiv mbrapa që të ngren nivelin e vet dhe nesër të përballet përsëri me sfidat e radhës dhe të fiton ndeshjet e radhës. Pse duhet pikërisht ta zgjedhin të themi këtë sport, këtë lloj sporti? Qoftë për vajzat, qoftë për... Sporti i karates nuk është vetëm sport. Sporti i karates është një vetbesim të cilin e formon fëmija. Është një vetë kontroll të cilin e formon fëmija, ose nxënësi, ose sportisti. Të gjitha këto ndikojnë në zhvillimin e karakterit të atij fëmije. Po shumë e rëndësishme për fëmijët tanë që në moshat e vogla të fillojnë dhe të zhvillohen në mënyrën e duhur. Është shumë e rëndësishme që të adresohen fëmijët në për sporte dhe të shikohen me si pak më kritik nga prindët e tyre, se ku i adresojnë dhe në duart e kujt i adresojnë. Nuk është, për shembull, unë shumë shpesh e përmendi që një prind i cili e sjell fëmijën e vet dhe nuk e ndjek gjatë stërvitjes se në duart e kujt e ka atë fëmijë. Si mbarvahet një stërvitje, a është në rregull ky lloj klubi, ky lloj institucioni, ky lloj që e mban atë stërvitjet, si edukon këto gjeneratat e reja.
Më thonë, duhet të merë një mendim dhe më pas ta beson gjërma të shtrenjtë të vetën që e ka, ose ta tërheqë dhe ta çon në një vend më adekuat ku do të mundet ta zhvillojnë atë fëmijë që nesër do të jetë edhe ardhmja e qytetit tonë, e shtetit dhe kështu me radhë. Vajza, cili do të ishte mesazhi juaj që t'i ftoni të themi shoqet në klubin e karates që të mirën me këtë sport? Mund të ishte që nga disiplina e sportit, por edhe mund të krijosh një shoqëri më të re, për të mësuar edhe që të kesh kontroll ndaj vetit edhe në botën e jashtme. Për ty, Buna, cili do të ishte mesazhi juaj? Duhet që të jemi të forta dhe të vazhdojmë. Të vazhdoni me këtë që t'i ftoni edhe vajzat. Zotri Durim, mund të na thoni se për në fund se cili është mesazhi juaj apo këshilla juaj për gjithë qoftë edhe për fëmijët që të merren me këtë sport, apo që mirën me këtë sport, por edhe për njëkohësisht edhe për prindërit. Mesazhi im është që të gjithë prindët, nëse duan të kenë nesër fëmijë të shëndosh, qoftë fizikisht, qoftë mendërisht, do duhet të adresojnë në sporte. Pavarësisht a është sporti karates apo sporte të tjera. Ti adresojnë, t'u rinë afër, t'i mbështesin, t'i motivojnë që nesër ta kenë shumë më të lehtë për zhvillimin e fëmijëve të vetë në të ardhmen. Ju faleminderit edhe një herë që ishit të pjesë e emisionit të mëngjesit. Shpresojmë që të keni në të ardhmen suksese dhe të shpalleni edhe kampion dhe t'ju urojmë gjitha të mirat e klubit të karates dhe gjithsesi të ju ndihmojnë edhe institucionet të ju përkrahin që kudo që të udhtoni të keni edhe ju më të lehtë, por edhe për sportistët e rinj. Ju faleminderit që datë kohë për ne. Shpresojmë që kur të kthehemi nga kampionati ballkanik të kemi me ndonjë medalje dhe sigurisht që do të jemi përsëri në studiot e juaja. Përsëri, patjetër. Që i shpalosim ata rezultate. Rezultatet i duam, domethënë ju presim me medalje gjithsesi.